Parimisht nuk do duhet që të qëndronim në një sallë ku nuk kemi një marrëveshje politike. Pra po them, marrëveshje politike nuk kuptojmë ku ulëm, flasim për parimet dhe për emrat. Krejt koalicioni qeverisës i ka 66 deputet, vetë nuk mujnë me e bo presidentin. Pra jemi në një situatë ku gjitha partit politike në Kuvendin e Kosovës obligohemi, detyrohemi që nëse dojmë e zgjedhë një president, duhemi me ullë edhe me full me zvesimi në Kuvendin, pra organin më të lartë të partisë, e ka marrë atë vetbesim dhe çdo vazhdon në rregull nga ajo ditë. Pra është një proces i rregullt që bëjnë partitë me një mend demokratike. Pra s'ka kush këtu as të keqe, e as çuditshme, e as më pak armiqësore, pra. Kjo nuk qëndron. Ai nështrohet LDK-ja kujt do të qoftë? Jo, se t'ishim nështruar, nështë edhe kishim pas një rezultat më të mirë elektoral. Por asnjëherë nuk kemi nështruar. Pra nuk qëndron LDK-ja në sallë për cilin do kandidat veç pse i frigohet zgjedhjeve, sepse kemi shumë zgjedhje me 28. Kur këtë Kosova ka thënë jo me 28 dhjetor partitë opozitare kanë frikë me shku se vjen mërgata, pra nuk qëndron. Kemi shku te presidentja, i kemi thënë këto janë datat. Besjan, nuk do të rrini në sallë pa marrëveshje. Parimisht jo, pra parimisht nuk do duhet që të qëndronim në një sallë ku nuk kemi një marrëveshje politike. Pra po them, marrëveshje politike nuk kuptojmë ku ulëm, flasim për parimet dhe për emrat. Jo për bashkangjitit qeverisës. Jo. Se jem përmend shumë një lobby, jo po fola, jo po dojmë si këto, jo i kanë marrë votat. E kuptoj se tash politika ka dhe diskutimet kafeve, është në rregull ajo pjesë. Por po them edhe një herë, argumenti më i fortë kundër kësaj se për mos ta vërtetuar këtë, është që vetë që zoti Kurti javën e kaluar ka themeluar një qeveri, pra nuk po flasim për koalicion qeverisës. Besjan, a keni ndonjë emër si emër përderisa po kërkoni edhe konsensus edhe marrëveshje politike, a keni ndonjë emër? Se kur të kërkohet diçka sigurisht i ki 2-3 opcione, përderisa lyp marrëveshje, edhe kërkoni president konsensual, sigurisht që nuk mundesh mullin në ato momente me thonë, po me nejën e po kthena. Se sot është dinizeti Besjan. Sigurisht që duni me dalë, nëse zoti Kurti s'po del, s'do të thotë që partitë opozitare nuk kanë përgjegjësi, se LDK është parti shtetërformuese, partia e parë demokratike në Evropën Juglindore, keni përgjegjësi, do të thotë që do nënshtroni politikës dhe funksionimit të Albin Kurtit. Edhe du me ditë kush janë emrat e LDK-s. Për shembull njerëz me ditë kush janë emrat e LDK-s, si konsideron LDK-ja si emra konsensual. Hiç pa merak, po tash kemi një problem numerik, sepse demokracia parlamentare në fund ditës shkon kthehet te numrat. Po. Lehet as shara. Po nuk e mankur kush të drejtë me propozu, se s'vi numrat për me propozu mi si tre emra. E vërtet, po tash veç me propozu Fidan Jupollin kandidat për president. Jo mi gatshëm. Po pa i pas dhe numrat është ofenduese ndaj Fidan Jupollit. Prandaj po them, është problema. Der për shembull se propozodi kush. Po nëse si ke numrat, atëherë është veç po e shfrytëzon për një poen politik momental. Pra nuk do të bëjë një gjë të tillë. Pra nëse i kërkohet LDK-s që të propozojë emra, kemi emra mjaftueshëm. Pra edhe brenda partisë, po dhe jashtë partisë që ne i shohim si figura unifikuese dhe përfaqësuese të gjithë spektrit politik. Por nuk kemi arrit në atë fazë. Pra, numerikisht LDK-ja i ka 15 deputet. Vetë nuk mundet me e bo një president. Numerikisht PDK-ja i ka 22 deputet. Vetë s'mundet me e bo një president. AK-ja i ka 6, vetë s'mundet. Krejt koalicioni qeverisës i ka 66 deputet, vetë nuk mujnë me e bo presidentin. Pra, jemi në një situatë ku gjitha partit politike në Kuvendin e Kosovës obligohemi, detyrohemi që nëse dojmë e zgjedhë një president, duhemi me ullë edhe me full me zvejtë. Besjan, së mësuarë për lecu reagimin e fundit të kryeministrit. Okej. E cili ka të bëjë me buzjetin. Hajde. Kurti po thotë kështu, miratimi i buzjetit është lajm të jetë i mirë për Republikën dhe qytetarët. Rikujtojmë se buzjeti i vitit 2026 ishte dashur të miratohet në fund të këtij vitit. Në fund të vitit kaluar. Por miratimit ju bëj mundur vetëm tani. Falenderoj të gjithë deputetët dhe deputetët për votën mbështetëse. Por edhe për vërejtjet dhe kritikat e tyre, do të mund të trajtohen së shpejti me rastin e rishikimit e tij. Kryeministri po parashe, në ne po parashe rishikim. Do të shohim çfarë rishikimi nuk e di, po thotë rishikim. Rishikim e puna e para. Mirë. Rishikim. Megjithatë buxheti miratuar sot ne vlet prej rreth 4 miliardë eurove. Parashet 867 milion euro për komunat, për fshi pagen e 13 për punëtorët e sektorit publik. Sektori publik, paga 13 që e përmenëm, edhe rishikimi këtij buxhetit. Prap zoti Kurti kthehet, nuk po vajton, po thotë që ky buxhet është dashur me votu në fund vitit kalum, po që e kalum si knena, do ta rishikojmë, do ta bojmë shumë 4 miliard.
A ki koment për reagimin e kryeministrit, cilën e pasavo para 19 minutave? Sa i përket rrugës tramvajit, ka qenë një premtim elektoral i ty në vitin e kalum, mirë që ma në fund në shkurt ose në mars do arrin ta realizojnë. Sa i përket rishikimit, thash edhe unë, jam në këto rrethana, kam qenë i lumtur që Hekuran Murati, Ministri i Financave, tha në mars, pra në një muaj që i binte në mars, do e sjell buxhetin e rishikuar për vitin 2026, për të reflektu edhe strukturën e rejtë qeverise, edhe objektivat e reja qeverise. Po pastaj u ftohëm shumë shpejt, kur kryeministri tha brenda disa muajve do e sjellim rishikimin, e këtu nuk pas ka cekë, ka thonë shumë shpejt. Shumë shpejt. Dhe sot, shefja e grupit parlamentar të VV-s tha brenda këtij viti. Tash unë kam këtë problem. Dhe shtoj dhe kësaj më fal. Shtoj dhe kësaj dhe faktin që në nenin 11 të ligjit që është miratu sot, këta i kanë shtu dhe një paragraf të ri, paragrafin 5, i cili i jep autorizim të plot Ministrit Financave, që pasi të miratohet ky buxhet që miratu sot, ai pastaj ka gjitha autorizime që të bëjë ndarje këtë 4 miliardin, ta ndaj sipas nevojave të qeverisë, sipas vlerësimit të tij në çdo ministri lart e poshtë, majtas e djathtas. Pra me këtë nenin 11, paragrafin 5, kjo qeveri nuk ka nevojë me sjell buxhet të ri, sepse Ministri i Financave është autorizu këtë 4 miliardin, këtë kornizën për 4 miliardve, ta rialokoj, ta rindaj në për ministri e në për projekte, që është vlerëson ai. Se lexova këtë pjesën e lexova ma kryesore, të dy vëshimin e shtesës për përvojën e punës 25% ose 50% për 15 vite punë, edhe në fund e përmend këtu rritjen e mbështetjes për banat esenciale, kulturën dhe për sportin. Po në fillim është rroga 13. Po, pastaj përveç rrogës 13, aty ti the 50% është 0,5% dhe 0,25%. Në fakt, është një gjykim i gjykatës. Kryeministri ka shumë 0,50. Po dhe 0,50. Është vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit i janarit vitit 2024 që i obligon qeverinë që përvojën e shërbimeve civil ta paguaj në nivel të 0,5%. Pra, efektivisht nga janari vitit 2024, këta në ligje kanë shti, po e zbatojmë gjykimin e gjykatës kushtetuese, po jo nga 2024 apo nga 2026. Besjani, kemi 10 sekonda dhe çu pyetja e fundit.